Se provokacja. O ti kloshor. Ai ti po dash. Ti shkoj. Ai ti generuar. Je pir. Ai ti jo ma thuj. Ai ti ke qushin të përdor ti gjua ma thuj çash. Gjua që ti armiku që ke posti 100 vjet, o shoh. Gjua që ti armiku që ku posti 100 vjetun. Kush është ai? Kush është ai? Provokacja është edhe ata po kush është ai? Është do të provokoj me gimbon. Apo më ordiner. Ja ça? Ordiner. Atëherë nuk e përmend. Tani që unë do ve pak në pa hipokrizinë e madhe, kontraditë e madhe që ka Gimbo në këtë video. Rogerti thot provokacja, që vjen është fjalë nga ajo serbishtja. Okej, shumë bukur dhe Gimbo e nacionalizoi këtë gjë, përdor fjalën e armikut tim, me gjithë drejtën e plot. Rogerti thot që pyet ata të tjerë, "Ça nga e ka është serbisht?" Okej, tha, nuk e them më. Që këtu duhet mbyllet. Kërkoj, tha, "Okej, m'fal, nuk e përmend më." Tha, "E mbyll. Aty s'ka nevojë të bëhet drama." Por çfarë është e keqe, është hipokrizia që është këtu që unë e shikoj. Ndoshta ju tani do më thoni, "Jo, po, e kuptoni që nuk është se më bëhet vonë shumë, por dua t'ju vë ju në pa ata njerëz që kanë logjik, ta kuptojnë pak kontraditën. Jo ata fansat, se fansat e pranojnë Gimbon, me gabime pa gabime, Gimbon këdo aty e pranojnë. Ajo që jam duke thënë unë, fjala kloshar. Hyra në ChatGPT, se nuk doja, kisha dyshime për atë diturinë time të famshme. Hyra në ChatGPT, edhe shikoj që fjala kloshar vjen nga serbishtja. Fjala selajt vjen nga serbishtja. Serboslave, diçka e tillë, siç e ka shpjeguar ChatGPT, që njëra është shatar, njëra është ndacake, shumë gjëra të tjera. Tani nëse këto janë dy fjalë serbisht që kanë prejardhje serbe, pse I përdor Gimbo? Pse I përdor për shembull? E kuptoni domethënë hipokrizinë e madhe që është këtu? Për më shumë nuk po vazhdoj të flas dhe shpresoj ta keni kuptuar që aty çdo kush ka qef që gjërat I nacionalizoj këto kur bëhet fjalë për këto gjëra, por duhet I nacionalizosh, po kur është vërtet për të nacionalizuar. Aty s'kisha asgjë, ai nuk e dinte, tha "Okej, m'fal, kërkoj ndjes, nuk e them më", por drama që bëri Gimbo, ndërkohë që ishte që e ka përdorur shumë herë në shtëpi, se like edhe këtë kloshar, janë fshatar dhe ndacak, është domethënë më shqetësuese se sa kjo. Ky një herë përmendi, po Gimbo ka përmendur shumë herë. Pra, nuk është këtu bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Tash ndoshta ju mund të meni natë ju fansat e Gimbos, po tash unë kështu e vura re. Se thash kloshar, thash çfarë është, nga se e ka prejardhjen fjala kloshar. Hyn ChatGPT, e më tha e ka nga Kosova. Po kjo fjala që përdor Gimbo se like, çfarë është? Edhe kjo na serbisha që është fshatar. Tani të rrim shtrembër, flasin drejt. I natë kemi Rogertin, më bën lojë të keqe, sepse ofendon, se vetëm atë ka Rogerti ofendime, se mos kisha ofendimet, vallahi për gojë, për kështu dhe këtë, në të gjitha ata aty është shumë herë më para. Mos kisha ofendimet, po, ajo e penalizon. Ndërsa, për sa I përket Gimbos, o zemra, është kontradit, ka hipokrizi të madhe këtu në të njëjtën në 100 sekondit. Pra në një ballafaqim është hipokrizia që flet se sa argumenti. Nëse, besoj se keni kuptuar.